Koalicioni për Solidaritet Social depoziton pranë Kryeministrisë një kërkesë për vendosjen e minimumit jetik në vend. Përfaqësuesi i këtij koalicioni, Leart Kola, tha se në rast se nuk do të pranohet kërkesa e tyre nga qeveria, do të ketë hapa të tjerë deri në protesta qytetare. Ne do presim për përgjigje nga Këshilli i Ministrave, nga qeveria, më pas do vazhdojmë edhe me kërkesa tjera, derisa në fund besoj do ta radikalizojmë edhe me protesta, sepse ne besojmë që mos vendosja e minimumit etik për gjatë gjithë këtyre viteve në Shqipëri ka sjellë pikërisht këtë tension dhe ka sjellë këtë tension social i cili nuk po arrin të shprehet politikisht dhe të kontribuojë në politikën shqiptare. Sindikalisti Fiqeri Xibri tha se minimumi jetik, i cili duhet të vendoset me ligj, duhet të jetë 25.000 lekë të reja në muaj. Arritja në këtë shifër sipas tij është realizuar në bazë të analizës së hollësishme të shpenzimeve dhe nevojave qytetare për një familje të thjeshtë. Ne kemi bërë një llogari paraprake të bazuar sigurisht jo në vullnetin tonë dhe jo në një farë do thoja mungese gatishmërie për të njohur gjendjen realisht. Ne kemi llogaritur që thjesht vetëm për të ushqyer për një person arrin tek 10.000 lekë të reja, pra 100.000 lekë vjetra. Dhe që është një shifër alarmante në qoftë se do ta krahasojmë me të ardhurat e shqiptarëve. Pa folur këtu që në fakt minimumi jetik real është tek niveli 25.000 lekë e diçka më shumë të reja. Nevojën për vendosjen e minimumit jetik e kërkojnë edhe naftëtarët e Vlorës. Do ta përmësim me forcë këtë minimumin jetik sepse nafta sot përbëhet nga 4.500 punëtor. Dhe deri në fund të dhjetorit nafta do arrijë me një fuqi punëtore 500 veta. Do me thënë, shikoni se ku do arrijë minimumi jetik të naftarët. Sipas përfaqësuesve të koalicionit për Solidaritet Social, vendosja me ligj e minimumit jetik jo vetëm do të ndihmonte qytetarët në përballimin e jetesës, por do të kishte edhe dhëna të sakta për shtresën e varfër në vendin tonë.